ju dhe Lëvizja Bashk keni tentuar t'i shkoni deri në fund hulumtimit se kush ndër oligarkët që quani ju është më i rrezikshmi për vendin? Me i rrezikshmi nuk them domosdoshmërisht vrasës, por ai që përthith më shumë të ardhura, monopolizon resurset edhe gjithçka që njihet në botën ekonomike. Përsëri është çështja që domethënë si do ta përkufizonim një oligark, është kjo që them me pak fjalë, ai që monopolizon resurset në ekonomi pra, ose që nga ana tjetër përfiton edhe nga veprat infrastrukturore që mund të ndërmarrë një qeveri pra për të cilat paguan shteti shqiptar. Patjetër, po e di pse ju a bëra këtë pyetje, sepse në çdo transmetim tjetër, unë shoh që nga Lëvizja Bashk tentohet që të emërtohen oligarkët. Dhe unë po ju a jap mundësinë që ju të shkoni dhe të shprehni deri në fund atë dhe shoh që nuk po dilni dot tek një emër që sipas juaj është ai që ka rrëmbyer më shumë lek nga buxheti i shtetit, më shumë pasurinë toksore apo mbi toksore shqiptare dhe që duket si një e keqe që mund të menaxhohet ndryshe, se nuk kam se të shkoj. Unë mund të bëj një listë me emra, sepse më duket sikur duke fokusuar të gjithë problemin tek një individ i vetëm. Pra janë të gjithë të njëtrajtshëm lista me emra. Po, nëse për shembull deri dje Samir Mane kishte minierën e Kromit, kryesorën Bulqis, pastaj ka përfituar nga veprat infrastrukturore të qeverisë me Linda Balluku me Diramën, para atij edhe të Sali Berishës. Shefqet Kastrati për shembull ka monopolin e naftës. Gjithë naftën që hedhim makinave tona është naftë importuar nga Kastrati. Shkatrimi i rafinerisë së naftës së Ballshit për shembull është 1/3 e tregut shqiptar që zihet nga nafta shqiptare dhe që nuk zihet më. Pastaj mund të emërtoj tu plot oligarkë tjerë që janë këta, si thua, ata që i marrin gjitha tenderat publik të ndërtimit, qoftë nga fusha tek Salillari, tek nuk e di Ulaj, tek pra një listë gjatë, kështu që mund të rrim këtu gjatë për të thënë, po për të thënë se cili është më i ligur prej tyre nuk më duket sikur do arrim ndonjë përfundim. Po shumë kush me atë interesin e vet. Edhe në studion televizive un kam parë njerëz që kanë drejtuar gishtin edhe ndaj jush si një ndër oligarkët e këtij vendi.